Të nërmiq, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha, mirë se ritakojmë sërish në një prej ditëve të këtij muajit begat Ramazanit. Duke lutur Zotin që të ketë qenë një ditë e begat, një ditë me plot adhurime, me plot pozitivitet, ju ftoj që ta pasuroni këtë ditë duke na ndjekur në këto minuta në vijim, sepse do të flasim pikërisht për diçka shumë thelbësore. Do të flasim për njeriu dhe qëllimin pse ai ekziston, pse ai është krijuar, cili është destinacioni i tij dhe cilat do të jenë qasjet e tij mbi botën, mbi besimin, mbi materien, mbi shpirtëroren dhe mbi shumë të tjera çështje që ne do t'i diskutojmë, do t'i trajtojmë me prezencën e Hoxhës nderuar, Hoxh Bledar Haxhiu. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Hoxh, së pari Ramazan të begat dhe për ju, Zoti ju pranof të adhurimet, të lutjet dhe gjithë veprat e mira. Faleminderit. Elusim Allahun t'i pranoj punët, agjërimin dhe të gjitha veprat e mira të gjithë muslimanëve kudo që janë. Hoxh, në një thënie profetike, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, thotë se ne të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Por ndërkohë një pyetje na shoqëron shpesh, pse jemi këtu? Cili është, po themi, kuptimi i asaj që frymojmë, cili është kuptimi i asaj me cilën ne shpesh angazhohemi, përpiqemi dhe drejt së cilës ne synojmë. Një pyetje e cila fillon me fëmirinë e hershme, po gjatë kohës kur rritemi mundohemi që ta lëmë në harez disi, për shkak të impenjimeve, angazhimeve, ndoshta edhe për shkak të potencialit që krijojmë. Po ajo është një pyetje e cila është gjithmonë me ne dhe kërkon një përgjigje. Edhe kam përshtypjen se Kurani ka një përgjigje definitive, të qartë, të plotë mbi pyetjen pse ekzistoj, cili është qëllimi i jetës, cili është synimi final dhe destinacioni të cilin duhet synoj çdo njeri, çdo besimtar. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Është vërtet që jo vetëm vogëli, por gjatë gjithë jetës, madje në të gjitha brezat të tashmit dhe të hershmit. Po në vogëli ndoshta është njeriu pak më i çiltër, më pak i ngarkuar me. Por kjo është një pyetje që i ngacmon dhe shpesh herë i bën njerëzit kurioz. Si kam ardhur? Kush më ka krijuar? Ku do të shkoj? Pra, kush është qëllimi im i ekzistencës? Normalisht kjo pyetje jo të gjithë e përjetojnë. E përjetojnë ata njerëz të cilët janë në kërkim shpesh herë të asaj të atij qëllimi të madhor, të qëllimit të lartë. Dhe prandaj ajo gjendet, siç e thatë ju, dhe tek fëmia, pasi fëmijët janë akoma me atë natyrshmërinë e tyre të pastër, të patrazuar dhe të panjollosur. Kanë folur për këtë çështje dhe për këtë shqetësim njerëzor dietarët e të gjitha fushave. Madje të gjithë, edhe filozofët, edhe poetët, mendimtarët, pra kanë shkruar e kanë si një pyetje të pashmangshme. Po, kanë shkruar dhe kanë mbushur librat me këto. Ndaj dhe Kurani i ka dhënë një rëndësi të veçantë. Madje kjo është qëllimi më madhor për të cilin Allahu i madhruar ka dërguar profet nga gjiri i vet njerëzve dhe ka zbritur shpalljet hynore. Allahu i madhruar thotë: ne kemi dërguar në çdo popull të dërguar që t'u thonë atyre adhuroni Zotin, ju nuk keni Zot tjetër veç tyre, veç ti. Me një ajet tjetër Zoti prap thotë: dhe ne kemi dërguar, të dërguar dhe ju kemi shpallur atyre se nuk ka Zot tjetër veç Allahu. Pra Zoti i madhruar për t'i dhënë përgjigje dhe për ta mbajtur njeriu tek të drejtuar në këtë busull që ai të mos harrojë se për çfarë është, për çfarë ekziston dhe ku është përfundimi i tij, ka sjell profetët dhe ka zbritur shpalljet, profetët të cilët u flasin me gjuhën e tyre dhe shpallja e cila është e drejtë për drejtë, i drejtohet çdo njërit individualisht. Allahu i madhruar thotë: ne nuk i kemi krijuar gjindët dhe njerëzit vetëm se që ata të më adhurojnë mua. Allahu i madhruar është i qartë në këtë ajet kuranor. Na tregon ne se kush është shkaku që ne jemi në këtë ekzistencë. Për këto dy ajete që ju perifrazuat, e para ishte që çdo njeri synimi final ose qëllimin e ekzistencës së tij është që të njohë Zotin, dhe e dyta ta adhurojë dhe ta madhrojë atë. Po ndërkohë as nuk e shef Zotin dhe as nuk ka një komunikim të drejtë për drejtë me të. Është gjëja më e pamundur për tu vërejtur nga shqisat e njeriu. Si mund ta ndërtojë këtë komunikim? Zoti i lartësuar kur ka krijuar njeriu,
dhe vendosi që ta bëj atë më këmbës në tokë, pra për të zbatuar dhe kryer dhe për të vënë funksion ligjet e Zotit në tokë, e pajisi atë me disa veçori, zgjodhi në mesin e tyre disa njerëz, pasi jo të gjithë janë të denjë për të përquar mesazhin e Zotit në tokë. Allahu i madhruar ka bërë një ligj. Ai nuk mund të shfaqet njerëzve në këtë dynja. Pasi njeriu ka një lloj caku në psikozën e tij, në vështrimin e tij, në dëgjimin e tij. Ne shpeshherë shohim një pamje, trembemi, rrahjet e zemrës na shkojnë në qiell. Pra njeriu është i krijuar prej mishi dhe gjaku, prej balte dhe shpirti. Por nuk është i aftë që ta shohë Zotin. Megjithatë Zoti nuk e ka lënë njeriu në këtë lloj hutije, në një lloj bëshllëku. Nuk e ka lënë të humbur. Ndaj dhe zbriti, dërgoi i madhëruari profet, i zgjodhi nga mesi tyre njerëz të cilët ata i njohin, njihnin ndershmërinë e tyre, besnikërinë e tyre, vërtetësinë e tyre, jetonin me ta në përditshmërinë. Ishin njerëz si ta, esin, martoheshin, jetonin, hanin, pinin, por që Zoti i lartësuar i dha një cilësi, i veçoi, i zbrit atyre shpallin. Pasi zgjodhi që ishin njerëzit më të denjë në këtë shoqëri për të përçuar mesazhin e Zotit dhe për t'i rikujtuar njerëzve qëllimin madhor për atë cilin ata ja krijuar. Rruga drejt Zotit pra është shpallja, është Kurani dhe thëniet profetike. Patjetër. Njeriu nuk mund ta perceptojë dot Zotin me mendjen e tij, pra madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Qenin e tij absolute. Po njeriu edhe në përmendjes së tij arrin tek Zoti, por deri këtu, sepse mendja e njeriu ka një cak. Kështu që ai ka nevojë gjithmonë për shpallin, ka nevojë gjithmonë për atë e cila i tregon atë që ai e sheh dhe atë që nuk e sheh. Atë që ndjen dhe atë e cila është përtej asaj që quhet metafizike. Njeriu nuk e din se çfarë do t'i ndodh nesër. Ndërsa Kurani i flet qartë njeriu për atë se çfarë ka qenë dhe për atë se çfarë do të ndodhë. Për çfarë do të jetë. I flet për këtë botë dhe për botën tjetër. Për ta ilustruar, profeti sallallahu alaihi wasallam, profeti Muhammed, thot në një hadith, nëse Allahu i madhruar do t'i bënte të mundur njerëzve që të shikonin dhe të përjetonin atë se çfarë ndodh me njeriu në varr, pra kur e varrosin, ata nuk do të varrosin njëri tjetrin. Pse? Sepse njeriu nuk është i aftë për të përballuar disa fenomene të cilat ai e ka të pamundur që ti përthith. Kështu që nga shenjat e besimit është besimi në të fshehtën. Pra ju po thoni që fakti që disa gjëra nuk i sheh njeriu, për të është mbrojtje dhe nuk është kufizim në farë mënyrë. Shikoj, ne themi vërtet që ne nuk e shikojmë Zotin, po Zoti nuk është i fshehtë në kuptimin se Allahu i lartësuar ka vendosur shenja të ekzistencës së tij absolute. Dhe nga këto shenja është krijimi i qiellit, tokës. Pra këtij universi kaq madhështor, kaq absolut, kaq preciz. Madje vetë krijimi i njeriu. Asgjë nuk krijo asgjëja. Asgjëja nuk sill diçka. Koincidenca nuk sill diçka. Inercia nuk sill diçka të mençur. Ne për ditë shohim fenomene të cilat na çojnë drejt Zotit. Edhe në veten tuaj, thot Zoti i madhruar, ka argumente të cilat ftojnë për ke Allahu. Njeriu kur shikon të gjithë të gjithësi me syrin e kujdesës, me syrin e meditimit, të gjitha këto janë mesazhe, të gjitha këto janë ftesë se njeriu nuk është kot në këtë ekzistencë. Sa ai është një qenie madhore, sa ai është i destinuar për diçka madhështore, ai është më këmbës në tokë, por ai nuk do të jetojë vetëm këtu. Ai është këtu për të shkuar diku tjetër. Ai është këtu me një vlerë, ai është këtu ka marrë një amanet dhe për të shkuar në një destinacion tjetër. Pra njeriu është më i madh se sa qenia e tij këtu në këtë. Është një qenie me qëllimshmëri, pra nuk është një qenie rastësore, nuk është një qenie e zbrazët nga kuptimi, nuk është një qenie e zbrazët nga po themi destinacioni madhështor. Ndërkohë brenda nesh është vetja biologjike, është dhe vetja shpirtërore, emocionale, si na ndihmon Kurani
që këto dy dimensione t'i kthejmë në një simbiozë e cila na ngre në këtë nivelin e lartë, ku shohim më tepër horizont dhe ku ngrihemi nga këto gropat ku jeta shpesh na vendos dhe nuk shohim ose më saktë shohim një pamje shumë të kufizuar. Normalisht që Kurani vëtheksin se njeriu është një qenie e ndërtuar nga trupi dhe shpirti. Dhe Kurani na ka ftuar që ne të ruajmë ato ekuilibrat midis përkujdesjes së trupit dhe shpirtit. Na ka vendosur Allahu i lartësuar në këtë Kur'anin famulart, i cili nuk është thjesht një libër për të na treguar histori apo vetëm thjesht një libër që na jep disa verdikte apo disa si themin rregulla dhe dispozita. Jo, ai është rrugë e jetës. Ai është frymëzimi, ai është si thuash kushtetuta për të qenë një njeriu i dej dhe rob i Zotit, ashtu si Allahu kërkon. Sepse shpeshherë ne e mendojmë adhurimin që është një koncept të qëndruarit në xhami, falja, shkëputje nga çdo gjë e kësaj jete, ndërkohë që adhurimi është çdo gjë që njeriu e kryen. Falja, por edhe pushimi, agjërimi, por edhe ngrënia. Çdo marrëdhënie që njeriu e bën në përputhje me atë që do Zoti është adhurim. Edhe buzëqeshja në fytyrën e dikujt, edhe futja e gëzimit në zemrën e dikujt, edhe marrëdhënia e mirë dhe sjellshme me bashortën, me familjarët, prindrit, fëmijët, të gjitha këto janë adhurime nëse ato bëhen për të kënaqur Zotin e lartësuar dhe brenda kufive dhe atyre që ka vendosur Zoti i lartësuar. Në këtë këndvështrim, pra njeriu është diçka e cila ka një vlerë. Dhe te ky njeri vendosen dy komponentë. Ajo pjesa trupore dhe shpirti. Pjesa trupore e cila është krijuar nga dheu, nga balta, nga toka. Dhe shpirti i cili është një dhuratë hynore nga Allahu i lartësuar, i cili vjen nga lart. Allahu i lartësuar e ka krijuar njeriu, e ka lartësuar atë, i ka dhënë pozitë. Por shpesh herë njeriu në momentin që i jep rëndësinë dhe shikon vetëm anën trupore, atëherë ka gjasa që ai të kthehet njësoj si kafshët. Sepse vetëm kafshët janë ato të cilat han, pinë, riciklohen, edhe në fund ikin nga kjo botë, pa asnjë qëllim, pa asnjë funksion, pa asnjë, si thuash, asnjë synim madhështor, ndërsa njeriu jo, njeriu është i lartësuar. Kështu që trupi është i dhënë pas materjes, materiales, ndërsa shpirti është i dhënë pas asaj e cila e lidh me Zotin. Ngopja e trupit është ushqimi, pirja, kënaqësitë momentale të cilat janë brenda të lejuarës, kurse ushqimi i shpirtit është adhurimi i Zotit, është namazi, është agjërimi, leximi i fjalës Allahu subhanahu wa taala. Çdo vepër që afron njeriu tek Allahu. Njeriu muslimani në këndvështrimin kuranor është i obliguar që të mbajë një balancë. Pra, kështu njeriu nuk duhet të shikojë, nuk duhet të jepet vetëm pas trupit, t'i plotësojë asaj çdo dëshirë, çdo nevojë, çdo kërkesë, e të jetë rob dhe skllav në ndjenjave, dëshirave, kërkesave trupore. Pasi njeriu është i lartë. Por nga ana tjetër, ai nuk duhet të angazhohet vetëm me atë që quhet për shpirt në ri. Pra, anën e shpirtit nuk duhet ta marrë si gjën më të madhe dhe ta harrojë trupin. Pra duhet një balancim, duhet një ekuilibër. Shembulli më të mirë, më fal për ndërprerjen, na e ka dhënë një nga shokët e profetit Muhammed alayhis salam. Shkon Salman el-Farisi në shtëpinë e një prej shokëve të profetit, një nga kolozët të Islamit, Ebu Derdas. I troket në derën e tij, pasi profeti kishte bërë vllazërimin midis emigrantëve dhe vendalive. Shikon bashortën e tij me një pamje jo të këndshme dhe i thotë: "O robësh i Zotit, ç'është puna me ty?" Tha Ebu Derdaja, tha, ka hiqur dorë nga dynjaja. Pra, më ka lënë pra nuk më jep rëndësinë dhe atë pra nuk ka treguar kujdesin e duar. Dhe e pret Selmani, Ebu Derdan, i cili vjen dhe kishte qenë agjërues, ulet në tryezë
për ta gostitur mikun vet, ta vallahi nuk ha, thot sahabi, derisa ti të hash. E detyron pra Ebu Derdan të haj. Kjo nuk është një situatë gjatë muajit Ramazanit. Jo, nuk është jashtë vullnetar jashtë muajit Ramazanit. Më pas kur vjen nata, Selman el Farisiu shtrihet, Ebu Derdan ngrihet që të falet. Thot jo, thot s'ka ardha akoma koha. Shtriu. Shëndrojnë, flan sa do Zotit, flan ngrihen prap. Ebu Derdan i thot kërkon të falet, Selmani thot jo, s'ka ardha akoma koha. Nese. Pra i tregon Selman el Farisiu se kush janë ato kohët në të cilat njeriu duhet t'japi vlerën, duhet përgjërohet tek Allahu, dhe të cilat janë ato kohët që duhet kujdeset për veten. Në mëngjes shkojnë tek profeti. Dhe ankohet Ebu Derdai për sjelljen e Selman Farisiut. Sa ai e kishte penguar nga adhurimi. Profeti çfarë i tha? Tha të vërtetën ka thënë. Çdo gjë ka të drejtën e vet. Jepi çdo kujt të drejtën që i takon. Allahu ka të drejtën. Pra mos e merr të drejtën e Zotit atë kohën e namazit, kohën e lutjes, kohën e thirrjes së Zotit, kohën e drejtimit tek ai për gjëra të cilat janë të trupit, janë kalimtare, shkojnë dhe ikin. Në fakt, por nga ana tjetër thot, po, edhe trupi ka të drejtën që i takon ndaj jepja atë. Edhe pashortja jote ka të drejtën e saj ndaj jepja atë që i takon. Pra besimtari është i urdhëruar që të bëjë një lloj balance, por duke ditur se shpirti ka më tepër vlerë se sa trupi. Nëse në kohën e profetit, se mund të kishte një rast sporadik ku debalancimi ishte, po themi, në funksion të shtimit të anës shpirtërore dhe ndoshta një farë asketizmi në raport me jetën materiale dhe jetën trupore, në kohën tonë dominon e kundërta. Shpesh debalancimi është që ne na përfshin përditshmëria e anës materiale dhe shumë pak i gjejmë kohë për anën shpirtërore. Është muaj i begati Ramazanit që na e sjell këtë mundësi, na e sjell këtë, po themi, këtë reflektim. Si të shfrytëzojmë këto ditë për ta ribalancuar jetën tonë, për ta rikthyer atë balancë sadopak. Në fakt, muaji i Ramazanit, ky muaj madhështor në cilin e jemi, është një shans i ardhur për ata që arrin. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se agjërimi është shlyer mëkatesh. Agjërimi i tregon njeriu se kush është. Agjërimi e kthen njeriu në origjinën e tij. Agjërimi është një lloj tërmeti për njeriu, ku e ndërgjegjëson. Agjërimi është ai i cili i tregon njeriu se duhet marrë ai frenat në dorë dhe nuk duhet të jetë rob dhe sklav i dëshirave, egos, pasioneve, nevojave të trupit. Pra njeriu kur e pengon veten e tij nga ato që janë të lejuara, që janë legjitime, siç është ngrënia, pirja, fjetja me bashkëshorten e tij, ai patjetër për ato që janë të ndaluara, ai është më i predispozuar të jetë më larg këtyre, të jetë më i kujdesshëm. Pra të mos i kryejë ato, të jetë më i bindur ndaj Zotit subhanahu wa taala. Agjërimi është ai i cili e lartëson shpirtin. Pra i jep shpirtin atë që i mungon. Njeriu gjatë gjithë vitit ose shpirti, për shkakun se njeriu angazhohet, hutohet, harron, gabon, shpirti është si ajo lulja e rrudhur, e vyshkur. Ramazani është si ajo pika e ujtit e cili jep rgjallërim, e kthen prapë në jetë, jep shkëlqimin, jep aromën. Njeriu e kupton në Ramazan, pasi Zoti i lartësuar ja ka lehtësuar Ramazanin të hapen dyert e xhenetit të gjitha. Pra atmosfera shpirtërore është e madhe. Është më e madhe. Pra Allahu i madhëruar, njeriu ka dy armiq. Ka një armik të brendshëm, ka dhe një armik të jashtëm. Armiku i jashtëm është shejtani i cili sjell shpeshherë vezvese, nxitje, ndërsa armiku i brendshëm është egoja, dëshirat, pasionet, epshi, i cili i kërkon njeriu shpeshherë, pafund, derisa e bën atë sklav të dëshirave, të pasionit, të egos. Ndërsa Ramazani e çliron nga këto pranga dhe bën atë rob të Allahut, ndërkohë që ai ishte robi i epshit, dëshirave dhe pasioneve. Pra e ngre shpirtërisht, nëse mund të themi kështu. Patjetër, Ramazani është një shans. Ramazani është një portë ku Allahu i madhëruar na thret. Lum për ata të cilët drejtohen, ecin drejt kësaj porte. Ramazani është një stacion ku njeriu duhet të qëndrojë. Patjetër. Njeriu sa më tepër të ngopet,
aq më tepër dembeloset. Aq më tepër i shtohet dëshira për këtë jetë e cila është e përkohshme. Ramazani tregon njeriut se nuk është ky stacioni yt. Nuk është ky vendi për të cilin ti je destinuar. Jeta është vetëm thjesht një rrugtim, ndërsa ti je drejtuar për tek Allahu. Dhe Ramazani e bën njeriu, e rizgjon atë për të marrë furnizimin e dur për në destinacionin ku ai është drejtuar, për tek Zoti i lartë. Në të prangosen djajt, hapen dyert e xhenetit, në këtë muaj pikërisht në të cilin ka zbritur Kur'ani, njeriu është më i freskët, shpirti i tij ngrihet, ndërsa dëshirat e tij kthehen, bëhen ato tani pra bëhet njeriu ai i cili i orienton dëshirat dhe jo dëshirat ato të cilat orientojnë besimtarin. Pra, Ramazani për të është një shkollë që edukon, e rrit, e ngrin nga ana shpirtërore. Pra, tashmë e kuptoj më drejt atë thënien e profetit Muhamedit, i cili thotë se ne të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Pra, gjithsesi do vi një moment që shpirti i tij do të ngrihet mbi trupin e tij, po me sa duket Ramazani është një mundësi për të kthyer faqebar tek Zoti. Po sa jemi në këtë jetë, njeriu ka jo pak sfida, jo pak po themi angazhime ku një prej të cilave ju përmendët është që Zoti e ka sjellë në këtë jetë për të qenë më këmbës i shpalljes së tij. Në një farë mënyre çdo besimtar ftohet për të patur një prezencë pozitive në jetën e tij, për të patur për të qenë një lloj leadershipi me pozitivitet, duke ndërtuar jetën dhe duke ruajtur ato ekuilibrat e duhur, pasi njerëzit që janë të ndikuar nga epshi apo nga shejtani janë të destinuar të i prishin ekuilibrat. Çfarë duhet të ndërtojë njeriu në jetën e kësaj bote në këtë këndvështrim? Çdo gjë fillon nga gjineza. Në momentin që njeriu kupton se kush është, për çfarë ka ardhur dhe ku do të shkojë, ai kupton vlerën e vetes. Kupton se kush është rruga që duhet ndjek. Kupton se kush është misioni i tij dhe qëllimi final ku ai do të shkojë. Në momentin që njeriu e din që është një krijesë e Zotit, ai ecën në përputhshmëri dhe në përputhshmëri me të gjitha ato që Zoti ka krijuar dhe ka vendosur në këtë univers. Nuk është i ndryshëm prej tyre. Pra ka harmoni me krijimin. Një lloj harmoni me gjitha pjesët e tjera të këtij universit, të cilat ato i binden Zotit dhe janë të nështruar, pra qielli, toka, hëna, dielli, të gjitha planetet, çdo gjë në këtë ekzistencë. Pra nuk mund të ketë deformime në to. Nuk ka deformime. Dhe njeriu kur e kupton që ai është krijesë të cilën Zoti ka veçuar, e ka madhëruar, është një krijesë specifike të cilën Zoti e ka lartësuar pasi i ka dhënë logjikën, zemrën edhe shpirtin, ai e kupton se duhet patjetër të kryejë vepra të mira. Duhet të jetë një njeri i bindur. Nuk duhet jetë një njeri arrogant. Se ai në këtë formë, në këtë mënyrë kupton se çdo vepër e mirë që ai kryen, ai do të shpërblehet. Kështu që njeriu është i dhënë pas çdo mirësie. Ai përpiqet të bëjë mirësi për veten e tij, pra tregohet i bujar me veten, duke bërë vepra të mira, adhurime, por tregohet bujar edhe me të tjerat. Prandaj dhe profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka qenë njeriu më bujar. Dhe bujaria e tij shtohej më tepër në Ramazan. Pasi në Ramazan ai takonte Xhibrili. Kështu duhet të jetë edhe muslimanët, të cilët në këtë muaj madhështor, në muajin e Ramazanit, kur ata kanë kontakt me fjalën e Allahut, dëgjojnë fjalën e Allahut, Zotin e lartësuar, i cili komunikon me ta, i thret çdo njërit prej tyre në mënyrë të veçantë. Ata duhet të jenë më bujar. Kur thoni duhet të jenë më bujar, nuk kuptoni që duhet të japin më tepër lëmosh, apo bujaria është dimension më i gjerë, pra duhet të jenë më të dobishëm, më të ngrohtë, më të... Bujaria nuk është vetëm thjesht lëmosha. Bujaria është edhe të mos i bësh keq të tjerëve. Se mund të japësh lëmosh, po ndërkohë që i bën keq të tjerëve. Mund të japësh lëmosh ndërkohë që ti i fyen, i ofendon, i në përkëmb disa të drejta. Që ti është bujar do thotë që ti sigurosh të tjerët se ata nuk do të preken, nuk do të dhunohen nga goja, pra gjuha, apo dora jote.
Ti jesh më mirës, pra ti jesh me të, duke e inkurajuar, duke dhënë një dorë për dal nga ajo situata e vështirë që mund të jetë që s'ka nevojë për pasuri. Pra çdo mjek, çdo mësues, çdo polic, çdo punonjës i cili kontribon në këtë qytet ose kudo ku ndodhet, ka mundësi që së paku me profesionin e tij, me kontributin e tij, të jetë më bujar, të jetë më produktiv. Ne duhet të jemi më njerëzor. Ai i cili e kupton që është njeri, edhe që një ditë do të shkojë, do të ikë, do të largohej nga kjo jetë, duhet kuptoj se çdo të mirë që ai e kryen do të mbesë. Pra nëse ke një mundësi ta bësh një të mirë, sado e vogël qofte, edhe një fjalë mund të bëhet shkak që ti të ndryshosh jetën e dikujt. Një buzëqeshje mund të bëhet shkak që dikush të marrë një fuqi për të dalë nga një situatë e vështirë në të cilën ai është. Një dorë në supë, pra ti vendosësh dorën në supë dikujt që është në punë apo në një hall, mund të jetë si një melhem, mund të jetë si një shërim. Sidomos në këto ditë individualizmi dhe vetmie ku njerëzit e kanë vështirë të gjejnë dikë që ndoshta të përshëndeten ose të ndajnë emocionet. Ramazani është një ftesë për çdo person, për çdo individ, për çdo kënd i cili beson në Zotin dhe ditën e përteme, që ai të jetë i dobishëm, të jetë i begat, të jetë si ajo fladi dhe era pas cilës vjen shiu dhe gjallërohet toka. Nëse dikush ka mundësi, qoftë mjeku, qoftë polici, qoftë mësuesët, qoftë pushtetarët, nëse kanë mundësi që të mendojnë qoftë edhe për një moment që të bëjnë një të mirë, patjetër kjo e mirë nuk i humb. Vetëm e mira nuk humb. Njeriu mund bëhet i keq kur të doj. E mira është diçka madhështore, e cila është cilësi në përgjithësi cilësi e besimit. Ajo rritet dhe kultivohet sa më shumë të jetë në zemrën e njeriut dashuria për Zotin. Sa më i qartë të jetë njeriu për përfundimin e tij, aq më shumë do të nxitet ai për të kryer vepra të mira. Bamirësia është edhe në largimin e një pengese nga rruga. Pra njeriu vazhdimisht mund të bëj vepra të mira, vazhdimisht mund të jetë pozitiv, vazhdimisht mund të jetë bamirës edhe nëse ndoshta në xhepat i tij nuk ka shumë pasuri. Shpeshherë profeti alayhi salatu wasalam kur ka nxitur për sadaka, profeti alayhi salam, njerëzit e kanë pyetur se çfarë është sadakaja. Nga ato që profeti ka thënë se hyn dhe përfshihet ke sadakaja, është që të mos u bëj keq të tjerëve. Është që njerëzit jenë të sigurt. Pra një komshi kur ndihet i sigurt se kam filanin komshi, ai është njeri i mirë, nuk më bën keq, nuk më dëmton, më ndihmon. Këto janë gjithë pjesë e begatisë, këto janë gjithë pjesë e mirësisë, pra shpirti të mirë i cili kërkon që të arrijë tek Allahu, të ngrihet tek ai dhe të lartësohet. Hoxhë, ju falenderoj shumë për këto shpjegime, për këto argumentime dhe për këtë hartë rrugtimi drejt virtyteve të larta, apo mbi të gjitha drejt qëllimit kryesor, pse njeriu ekziston, pse njeriu frymon dhe pse njeriu ëndron dhe për cilën ai duhet ta synojë atë. Zoti shpëlet me të mira. Amin. Edhe unë ju falenderoj pamas dhe lut Zotin që të pranojë agjërimet dhe adhurimet tona. Amin. Nërmi që këto ishin minutat e këtij takimit sotëm, folën për qëllimin e jetës ku Kurani në mënyrë eksplicite e fton njeriu që të reflektojë mbi këtë dimension të rëndësishëm, pasi shkuptim ka që njeriu të jetojë pa qëllimshmëri. Dhe për qëllimeve kryesore pse ai ekziston, pse ai është krijuar, është të njohë Zotin e tij. Kush është ai që ka krijuar? Ta adhurojë atë, tha Hoxha gjithashtu, dhe të jetë një mëkëmbës duke qenë veprimtar, duke qenë bujar, duke qenë njeri i cili zbaton ato urdhra, ato orientime dhe ato frymëzime hyjnore në jetën e gjithë secilit. Unë ju falenderoj dhe ju le takim nesër sërish së bashku në një ditë tjetër të muajit begat Ramazanit me një tjetër të ftuar me një temë gjithashtu të rëndësishme dhe të dobishme për gjithë ju. Kalofshi mirë.